Qarshia e vjetër e Shkupit. Nëse pyesni ndonjë shkupian se në cilin vend mund të ndjeni shpirtin e kryeqytetit, ai me siguri do t'ju drejtojë për një shëtitje në qarshinë e vjetër të Shkupit. Ka vetëm një arsye pse kjo është kështu. Qarshia është vend që bashkon traditën me kohën moderne. Ajo është zemra e qytetit. Këtu jemi para jush për të promovuar projektin e radhës, i financuar nga Bashkimi Evropian, cilin e realizojmë bashkë me ndihmën e Bankës Botërore dhe në partneritet me komunën tonë. Këtu do të përfshihet ndrimi i kaldërmës, nga sheshi Skënderbeut deri tek xhamia e Murat Pashës. E gjitha infrastruktura nëntoksore do të rikonstruohet. Do të kemi ndriçim të ri. Do të kemi tabela të mençura, smart tabela, cilët do të na japin informata për qarshinë e vjetër. Në këtë projekt do të përfshihet edhe ndrimi i vitrinave. Këto izloga që me kanë dërguar, do me thonë, jemi të kënaqur se kemi marrë atë dukje autentike të qarshisë. Ono što беше пред тоа, значи имаше проблеми од самите пешаци што поминувани старата скопска чаршија, че имаше дупки во самиот камен. Луѓе доста често паѓа. Në kuadër të projektit promovimi turizmit në Qarshi, jemi këtu para një tabele të vendosur, e cila quhet tabele mequr apo smart table, ku të gjithë do thotë qytetarët apo vizitorët, turistët mund të kenë qasje sa më të lehtë këtu për të marrë informata do thotë për destinacioni e preferuar të tyre. Këtu i kemi të gjitha informatat, duke filluar nga atraksionet turistike, monumentet kulturore që janë me peshë të madhe, restoranët të ndryshëm e kështu me radhë. Do të thotë është si pjesë e fundit e projektit, cilin e kemi realizuar së bashku me Bankën Botërore, do të thotë dhe me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Bëni një shëtitje nëpër rrugët e ngushta me kaldrëm të labirintit të Qarshisë. Kënaquni në bukurinë e arkitekturës. Vizitoni ndonjë nga dyqanet, shijoni llahmaxhunin, kërnacet ose ndonjë byrek. Ëmbëlsohuni me llokum, pini një çaj. Merrni frymë thellë dhe ndjejini aromat e së kaluarës.